Të nderuar shikues të kanalit Okult, mirëmbrëma. Për të gjithë ata që se din ose që na ndjekin për herë të parë, duhet t'ju them që ne jemi disa herë gjatë javës, 4 herë gjatë javës në kanali i Top Channelit, me podcastin ton, me platformën ton digjitale Okult, dhe 4 herë jemi po dhe këtu në kanalin Okult. Të gjithë ata që ende nuk i kanë bërë subscribe kanalit, i këshillojmë që ta ndjekin këtë kanal, sepse është një kanal i lirisë dhe ku thuhen gjëra që nuk jas shpesh në për kanalet e tjera. Qoftë për nga mënyra si trajtohen, qoftë edhe për fushat dhe çështjet që trajtohen. Para se të filloj emisionin, dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë, sponsorat e emisionit, të cilët me kontributin e tyre japin një ndihmes në funksionimin e kësaj platforme digjitale. Dua t'ju them që ne kemi përzgjedhur bashkëpunëtorët tanë ndër më të mirët në fushat e biznesit, në fushat e mallrave dhe shërbimeve ku ata funksionojnë. Mjafton që të googlosh dhe të gjesh menjëherë lidhjen dhe kontaktet me këto firma, të cilat her pas here do të shfaqen me disa shirita dhe me pamje nga bizneset e tyre. Njëkohësisht falenderojmë në veçanti ujin Lajthiza, i cili vjen me këto produkte të reja. Ky është një ujë me vitamina, është shumë cilësor dhe i shijshëm, sigurisht me ujin e Lajthizës. Njëkohësisht keni dhe disa pije të tjera të cilat vinë si një brand i ri i firmës i biznesit Lajthiza, siç është kjo Rosea, siç janë dhe këto pijet e tjera, kjo Aranjata, edhe ka dhe lemonada, ka dhe pije të tjera të cilat janë shumë konkurruese me emrat e mëdhenj të njohur dhe nga cilësia dhe nga përmbajtja, nga forma e ambalazhimit dhe e strukturimit që është bërë këtyre pijeve. Faleminderit Lajthiza, faleminderit Ajri. Sot desha të flisnja për një temë kulturore të veçantë. Desha të flisnja pak për filozofinë e strategjistit të madh siç është Sun Tzuja. Është një filozof ushtarak kryesisht, por jo vetëm. Doktrina e tij strategjike dhe taktike ka të bëjë në shumë fusha. Është një nga libri i tij, pra Arti i luftës, është një nga librat më të studiuar në shumë shkolla, në shumë fakultete, ku flitet për luftën, për jo vetëm luftën e nxehtë, por edhe luftën tregtare, luftën psikologjike dhe trajtimin e konkurrentëve gjatë një gare. Do të flasim për këtë doktrinë, për thelbin e saj që qëndron tek fakti fito pa luftuar, ose fito me sa më pak humbje, pa arritur, pa ndryshuar asnjëherë arritjen e qëllimeve të tua. Ky është thelbi kryesor i filozofisë të Sun Tzus. Mos u angazho në luftra të kota, mos je sfidant i kot, mos provoko të tjerët, por provoko paqe dhe shpeshherë është më mirë të mos veprojmë sesa të veprojmë, sepse shpeshherë veprimi jon, reagimi jon mund të jetë më i dëmshëm sesa heshtja në rrethana të caktuara, por kjo nuk vlen për gjithmonë dhe për çdo gjë. Sun Tzuja është një kines i cili ka jetuar në territoret e Kinës së sotme, por sigurisht nuk ka qenë ky
unitet politik që është sot dhe ekonomik, Kina ka qenë e ndarë në shumë shtete të vogla të cilat luftonin me njëra tjetrën dhe sigurisht që meteor të tillë në kulturën e popullit kines si Sun Tzu, si Konfuci ose idet filozofike konfuciane, të cilat janë 2500 vjet të vjetra, dhe taoizmi janë një trekëndsh diturisht të thella që populli kines i ka vazhduar gjatë gjithë historisë dhe është përpjekur që këto mesazhe që i japin këta, në rastin konkret Sun Tzuja, të jenë boshti dhe thelbi i sjelljeve të entiteteve të ndryshme, siç u thash, në fusha të ndryshme tregtare apo dhe politike dhe ushtarake. Kina duket se dhe sot si një superfuqi e madhe botërore që po bëhet një konkurrente e madhe e Shteteve të Bashkuara që kanë qenë leadershipi botëror i këtyre 35-40 viteve, por edhe më shumë edhe në kohën kur ka qenë rivaliteti me Bashkimin Sovjetik. Po ashtu Shtetet e Bashkuara kanë qenë lokomotiva e zhvillimit të botës. Kina pra po sillet sipas mësimeve të Sun Tzus nuk provokon është e kujdesshme për të provokuar konflikte dhe gjithmonë përpiqet të fitojë me heshtjen e saj, dhe diplomatët e saj në përgjithësi nuk janë konfliktual dhe përpiqen të fitojnë nga rrethanat e konflikteve të tjerëve duke e nxjerrë dora dorës Kinën si ndoshta me këto hapa zhvillimi pas një dekade ndoshta si liderën e botës, në qoftë se nuk do të ketë një rend të ri tjetër botëror ku Shtetet e Bashkuara apo shtetet tjera të kërkojnë një ndryshim të balancave dhe këtë ndryshim të jenë në gjendje ta bëjnë, por deri tash duket që vetëm Izraeli mund të jetë nga fuqitë e tjera një fuqi politike që po kërkon të ringrihet nëpërmjet forcës së armëve dhe fuqisë ushtarake, sidomos në fund do kërkoj të imponohet nëpërmjet superioritetit të vet që janë armët nukleare. Të shohim se çfarë do të ndodhë, por do të ketë një rivendosje të madhe, pra jo vetëm një rend të ri botëror, por një rivendosje të madhe, siç thuhet shpesh dhe në takimet e Davosit ku mblidhen elitat e botës në të gjitha fushat dhe ku ka mbi 5-6 vjet të paktën që po theksohet që do të ketë një rivendosje të madhe. Fundin e puzzlit e dinë pak veta ata që janë projektuesit e sistemit dhe rendit të ri botëror që do të vendoset, ndërsa të tjerët janë vetëm disa gura shau përballë këtyre shaistëve të parëve. Sun Tzuja ka lindur në vitet 500 para erës sonë, siç u thash, dhe në kohën kur ai ka lindur ka pasur shumë shtete ndërluftuese në zonën e Kinës së sotme. Kur ka jetuar Sun Tzuja ka pasur në përdorim nga këto palë ndërluftuese metoda të vjetra tradicionale dhe dalja e Sun Tzus solli një ndryshim epokal dhe të ri me filozofinë dhe pikpamjet e veta strategjike. Qëllimi përfundimtar i Sun Tzus ishte që të gjente në jetë mënyra për të fituar betejat e tij, por në një mënyrë që njerëzimi ta kuptonte në radhë të parë se çfarë do të thotë fjala fitore. Në këtë drejtim puna që realizoi Sun Tzuja ndryshonte në mënyrë dramatike nga mënyrat se si të gjithë brezat e mëparshëm
ishin qasur luftës dhe sipas mësimeve të Sun Tzus, ata që mësonin dhe që ishin në gjendje ta kuptonin atë, do të qaseshin në luftrat dhe në konfliktet e ardhshme. Ai fitoi njohuri të thella ushtarake përmes vëzhgimit dhe meditimit për të përllogaritur një strategji ushtarake dhe ta shndronte atë në një filozofi. Sun Tzu na ka dhënë një kuptim të ri dhe një rrugë drejt arritjes së zotërimit intelektual dhe emocional. Qasja e shumicës së komandantëve ushtarak gjatë kohës së Sun Tzus, kur ai ishte gjallë, ishte që ata mblidhnin ushtri të mëdha, sa më të mëdha që të ishte e mundur, të ndërtonin mure sa më të trasha që të ishte e mundur, ose fortesa ose kala, dhe pasaj të idheshin ball për ball në betejën më të përgjakshme dhe shkatëruese me gjithçka që ata kishin. Premisa që kishte Sun Tzu ishte të fillonte aty ku bashkëkohësit e tij do ta shmangnin vetëm pasi ishte shumë përtej të kuptuarit të tyre në realitetin frikësues të qenit në gjendje që të arrijej një fitore, qoftë edhe pa luftuar fare ose me humbje të vogla. Ky besim në fitore me mjetet thjesht fizike nuk është shumë ngushëllues. Ne duam të besojmë se njerëzit që punojnë më shumë dhe që luftojnë më gjatë do të jenë gjithmonë fitimtarë dhe se të gjitha format e konfliktit do të jenë vazhdimisht në një konkurrencë të drejtë për drejtë vullnetesh që do të konsumohen tërësisht në energji apo dhe në përpjekje. Ne dëshirojmë sigurinë tonë dhe drejtësinë e qëllimeve tona ta vendosim në një rrugë sa më të shpejtë dhe ne duam që problemet tona të kenë një zgjidhje mjaft të thjeshtë që pengesat të mund t'i kapërcejmë lehtësisht. Edhe individët më të arsimuar të kohës së Sun Tzus ende i përmbajshin idesë se lufta ishte thjesht një lojë numerike, guximi dhe potenciali ushtarak. Kur Sun Tzu bëri deklaratën e parë të saktë të filozofisë së tij se studimi i operacioneve ushtarake është një çështje jete apo vdekje për popujt që luftojnë, ndaj ato duhet të trajtohen me një seriozitet maksimal dhe të kufizohet sa më shumë që të ishte mundur ruajtja e jetëve të humbura me objektivin e Sun Tzus për të qenë të angazhuar në luftë fizike sa më pak që të ishte e mundur. Kjo deklarat sigurisht që dukeshe e pakuptueshme dhe kontradiktore nga bashkëkohësit e tij dhe në fillim ka gjeneruar konfuzion dhe çorientim për këta bashkëkohës. Pavarësisht se dukeshe kështu për bashkëkohësit, në fakt Sun Tzu nuk po përpiqej të formësonte një filozofi pasive. Sun Tzu thjesht u përpoq të komunikonte me bashkëkohësit e vet sipas ligjeve të së vërtetës. Ai thoshte që përpjekja ja vlen, por nuk mund ta gjejmë kuptimin e jetës thjesht përmes idesë se duhet të hapim rrugën përmes të gjitha pengesave me çfarëdo lloj çmimi dhe me çfarëdo lloj mjeti. Sulmet e drejtë për drejta që i bëjmë botës neve në debate ose në gara, në aty ku jetojmë, në vendin e punës ose ku punojmë ose kundër zakoneve tona të këqija, në fakt nuk janë gjithmonë përparime reale të vërteta. Fitoria mbi botën nuk do ndodhë sepse ne kemi nevojë që ajo të përshtatet mirë në një dritare të ngushtë siç e shohim ne atë, brenda një periudhe kohore të përcaktuar.
bota në fakt vazhdimisht ndryshon rreth nesh. Kundërshtari ndryshon vazhdimisht dhe për këtë arsye konflikti mund të vazhdojë për një periudhë të pacaktuar nëse ne nuk dim ta menaxhojmë ose ta drejtojmë me mençurinë më të madhe të mundshme. Kisha dëshirë që t'ju jepja 3 ide çlirimtare të senzuesë sipas një diagnoze radikale që studiuesit i kanë bërë librit të doktrinës së tij. Zbulimi i madh i Sun Tzus në fakt njihet si filozofia e tij strategjike. Këto koncepte janë një diagnozë e gjendjes në thellësi të një ignorance dhe Sun Tzuja është përpjekur të gjejë një rrugëdalje nga prangat tradicionale strategjike të luftës dhe konfliktit. Një nga parimet kryesore që kishte Sun Tzuja ishte njih vetveten, njih armikun. Para tij njerëzit besonin se kishin një uri të mjaftueshme për veten e tyre për të vepruar në mënyrë efektive kundër një tjetri. Njerëzit i ngjanin një lloj kafshë që mund të sulmonte një lloj kafshë tjetër gjithmonë me mendimin që ai ishte më i forti, pa njohur edhe as veten, as kundërshtarin ose prenën që ai ka si objektiv për ta mundur nënshtruar, shkatruar dhe për ta shfrytëzuar. Nëse e njeh veten dhe armikun tënd, thonte Sun Tzuja, nuk ke pse shqetësohesh për rezultatin e 100 betejave. Meqense konflikti ekziston në lidhje me njëri tjetrin, çdo strategji e krijuar nga komandanti duhet të krijohet gjithashtu në lidhje me njëri tjetrin. Forca relative se cilit person do të varet nga një kuptim i plot si gjërave që mund të shkaktojnë atë forcë të personit, ashtu edhe nga identifikimi i asaj që ti has në rrugën tënde. Por, siç u thash, një nga pikat kryesore përveç njih vetveten dhe njih edhe armikun, pika tjetër kryesore është fito pa luftuar. Dhe Sun Tzu e shikoi këtë fazë kaotike nga një vështrim për ta kuptuar luftën si një shpërdorim të shumë burimeve të brendshme të mundshme. Dhe synimi është që të kapen burimet e armikut dhe të shfrytëzohen ato për të siguruar fuqi më të mëdha për shtetin politik fitimtar dhe për sundimtarin e shtetit që fitonte ose për generalin. Sun Tzuja ka deklaruar se generali më i madh e përmbush misionin e tij duke e bërë planin e armikut plotësisht jo efektiv përmes veprimeve të tij. E dyta që vjen mbas saj në nivelin e arritjeve më të larta, pra e dyta është më mirë të ndalohet lidhja midis njësive të armikut. Dhe rruga e tretë dhe më e vështira dhe më me kosto është të sulmohet ushtria e armikut në fushën e betejës. Sun Tzu thonte se të arrish përsosmëri supreme do të thotë të kapërcesh rezistencën e armikut pa u angazhuar në luftime. Nuk kërkohet që ne të lodhemi në përballje të drejtë për drejtë. Mjeshtëria e vërtet është montimi i problemit para se problemi të krijojë konflikt dhe luftë. Një pikë tjetër e filozofisë së Sun Tzus ishte përshtatur si uji. Kjo ka qenë një nga mësimet kryesore të tij dhe ai thotë se për të bërë gjërat që ti synon, duhet të përshtatesh në mënyrë aktive dhe të gjallë sipas rrethanave të cilat krijohen në elementin kohë.
Për shkak të natyrës, vazhdimisht në ndryshim të mjedisit ose të fush betejës, një strategji, thonte Sun Tzuja, nuk mund të mbetet e pandryshuar. Dhe në vend të saj, përkundrazi, kërkohet që kjo strategji të rrjedhë me ndryshimet në mjedis për të krijuar qasjen më të suksesshme. Metodat ushtarake, thonte Sun Tzuja, duken si ujë, ato rrjedhin dhe rrjedhin në hapësira boshe ku duhet vakumit të plotësohet me pushtet, njësoj si ujë, pra siç rrjedh ujë. Për të qenë efektiv në një mjedis, mjeshtri strateg duhet të pranojë se ai nuk është i ndarë nga ky mjedis, ai është pjesë e tij dhe rrjedh në vakum përmes tij. Këtu keni dhe këtë foton që e ka hedhur regjia, ku duket një udhëzues vizual sipas filozofisë që bëri Sun Tzu, që e bërin fakt atë strategun më të madh në histori. Po cila është rëndësia e sotme e mësimeve të Sun Tzus? Qytetërimi ynë po ndryshon të gjitha aspektet e përbojave njerëzore. Teknologjia moderne, tregtia ndërkombëtare dhe konkurenca në rritje kanë çuar në fakt në një ekspozim të papar të stresit, konfliktit dhe kundërshtimit ideologjik në raport me çdo kohë tjetër dhe kulturë në histori. Antarët e shoqërisë sonë moderne, kohëve tona, inkurajojnë të besojnë se do të fitojnë siguri duke ndjekur një plan stereotipik, duke punuar më shumë se të tjerët ose përmes iluzionit të manipulimit, duke përdorur forcën brutale ndaj atyre që ju krijojnë pengesa. Është e qartë se çdo person i ditëve të sotme dëshiron të fitojë atë që njihet si e vërteta absolute e vet, kështu që ky person nuk do të jetë kurrë në paqe brenda një universi që është në ndryshim të vazhdueshëm. Të gjithë sot mund të jenë të lidhur ngushtë me fjalët e Sun Tzus, i cili na mëson se dhimbja që durojmë prej vështirësive dhe përpjekjet që përjetojmë në jetën tonë, kjo krijohet nga pamundësia për ta pranuar natyrën gjithnjë në ndryshim të botës dhe rëndësinë e zhvillimit të strategjive. Në fakt, përbojat e përditshme tonat e vërtetojnë këtë ide që sapo thash. Kur një person përballet me vështirësitë të një kolegu që ja paraqit ose vështirësitë që i krijon një koleg, ose ka probleme me veten, shpesh përgjigjja jonë e menjëhershme është reagimi në mënyrë mbrojtëse dhe me një forcë shproporcionale, duke dhënë një perspektivë të asaj që duam të arrijmë nëpërmjet një argumentimi intensiv. Një person sot shpeshherë mund të ketë frikën nga dështimi në mjedisin e pafundëm profesional që ndryshon, duke qëndruar vetë i ngurtë brenda këtij mjedisi dhe me zakone pune të pa ndryshuara. Krijohet identiteti duke u përqendruar tek fakti që ta konsiderojmë veten ose të na trajtojnë të tjerët si mi forti. Por në fakt ne sfidohemi vazhdimisht nga shumë anë të botës dhe forca nuk ka fund. Dhe
Përfundimisht, palët ndërluftuese arrin në një pikë ku ka një lodhje totale. Sun Tzu ka vënë në dukje se ne jetën thjesht jo vetëm e përjetojmë. Ne sillemi sikur jemi të neveritur ose sikur kërkojmë që universi të sillet sipas vizionit ton të kufizuar dhe të ngurtë, duke e arritur këtë me betejë të vogla dhe të vazhdueshme. Mençuria e Sun Tzus nuk zbatohet në fakt, siç e u thash dhe më lart, vetëm për taktikat ushtarake, ajo zbatohet për psikologjinë në praktikë dhe në jetën tonë të përditshme. Ka disa praktika për një mendje strategjike që funksionon sipas mësimeve dhe parimeve të Sun Tzus. Sun Tzu pohonte se një praktikues ose një konkurrent në garë e zhvillon fuqinë përmes praktikës së filozofisë dhe jo vetëm duke e besuar teorikisht atë, çka e bën më të fuqishme se filozofitë e atyre që thjesht besojnë këto, por nuk i zbatojnë. Nëse Sun Tzu do të ishte gjallë sot, për shembull, ai do të donte që ne t'i vinim në praktik konceptet që ai ka ilustruar dhe jo vetëm t'i admirojmë aftësitë e tij strategjike në libër. Ka shumë rëndësi që ne duhet të reflektojmë nga informacioni që duhet dhe të përpiqemi ta marrim të parin për të qenë në garë të parët. Çdo ditë duhet të marrim në konsideratë dhe të supozojmë se kemi një informacion të mjaftueshëm për të vepruar ndërsa jemi në një gjendje emocionale gjatë një argumenti, një vendimi në lidhje me një projekt sfidues ose të gjykojmë se si duhet të sillet një individ tjetër në raport me ne dhe me mjedisin ku ne ndodhemi. Kur vjen momenti që ne duhet t'i japim zgjidhje një çështje, duhet të ndalojmë për një moment, të numërojmë deri në 10 dhe të marrim në konsiderat një pyetje, thotë Sun Tzuja. Apo veproj duke pasur një uri të plot për veten dhe palën tjetër të përfshirë, apo po veproj bazuar mbi bazën e një supozimi? Kur e bëjmë këtë, ndjekim modelin strategjik të Sun Tzus për pauzë strategjike, siç e quan Sun Tzuja, për të mbledhur informacione shtesë para se të ndërmarrim një veprim. Objektivi i kësaj praktike suplementare ose të kujdesshme nuk është që të na ofrojë një mënyrë për të shpërfillur ndjenjat dhe objektivat tona, por të krijojë një vetëdije se po udhëhiqemi nga një njohuri e plotë që nuk mund të na mbaj peng dhe të na bllokojë dhe të na detyrojë që të bëjmë një gabim prej një iluzioni. Një pikë tjetër e Sun Tzus është praktika e rrugës së rezistencës më të vogël. Në fund të çdo dite duhet të mendojmë se sa shumë fërkime kemi pasur atë ditë. Luftimet që i përshkruan Sun Tzuja nuk kufizohen vetëm në sferat fizike të luftës, por përfshin edhe betejat dhe mosmarrëveshjet e brendshme me të cilat ne përballemi çdo ditë, pra me krahun ton. Brenda ushtrisë tonë. Cila do qoftë sfida që mund të kemi, duhet të pyesim veten. A është e mundur që unë të shoh një mënyrë jo të drejtë për drejtë dhe më pak të vështirë për ta trajtuar çështjen që kam përpara? Kjo pyetje është thelbi
i njërave prej mësimeve më të mëdha të Sun Tzus rreth mënyrës se si e krijojmë stresin dhe lodhjen tonë dhe duke kërkuar vetëm zgjidhje të drejtë për drejta përplasëse, konfrontuese. Nëse vazhdimisht ne pyesim se sa mundësi ekzistojnë përveç përballjes së drejtë për drejtë, do të krijojmë një hapësirë në mendjen tonë ku pranimi i faktit që mund të zgjedhim një rrugë tjetër për të mos vepruar, që edhe kjo mund të jetë një mundësi shumë e zbatueshme ose të paktën të dimë të presim nga pritja pa u lodhur, siç thot Rudyard Kiplingu i madh në vjershën në poezinë e tij, if, nëse. Aftësia për të menduar për disa mundësi në lidhje me mënyrën e përballimit të pengesave do të krijojë më shumë qetësi mendore dhe nervore, jo vetëm duke lejuar një qetësi më të madhe dhe një reakcion më të ulët, por edhe duke zvogëluar kohën që ne kemi shpenzuar, pra duke u frustruar ose duke u ndrydhur për mënyrën më të mirë të përballimit të sfidës. Një nga trajtimet e tjera që ka patur Sun Tzuja ka qenë trajtimi i rrjedhshmërisë në tek e zakonshmja. Mësimet e Sun Tzus lidhen si teorikisht ashtu dhe praktikisht me një botë të jashtme që ndryshon vazhdimisht përreth nesh. Ndërsa vazhdon java jonë, nëse ka ndonjë rast ku zakonisht ne mund të gjendeshim ngushtë për shkak të një ndërprerje të detyrave të përditshme që po përfundonim, ne zgjedhim të ndalemi, të çlodhemi për të zbatuar idenë, sipas ides, pra se kjo është një mundësi për të rrjedhur gjithmonë përmes planeve të mia dhe për të përshtatur me mjedisin tim, duke thënë dale, të pres pak, të shoh si mund ta ka përdzej këtë pengesë që më ka dalë përpara. Nuk duhet të përplasem me ta, por duhet t'i shmangem, cila është rruga më e mirë që unë të arij në destinacion. Pra përshtatje nuk do të thotë që duhet të heqësh dorë nga qëllimet ose ëndrat, sepse nëse kjo do të ndodhte, atëherë përpjekja jonë nuk dhe qëllimet tona për të realizuar nuk do të ishin të sakta dhe perfekte. Për sa kohë që e pranojmë se fitoria nuk kufizohet vetëm në konceptet të përplasjes, ne mund të përshtatemi me kushtet e reja në ndryshim. Duke vazhduar të punojmë përmes modeleve të ngurta të menduarit, ne mund ta menaxhojmë veten me të njëjtin fleksibilitet dhe hirësi ujë. Pra, duke hequr dorë nga këto modele të ngurta, ne mund të kemi fleksibilitetin e ujit. Ky fleksibilitet është një pasyrim i aftësisë strategjike të Sun Tzus, që do të thotë se përshtatshmëria nuk është vetëm çështje ndjenje, por është një angazhim për të disiplinuar mendjen tonë që të bëhet pjesë e realitetit. Sun Tzuja në fakt arriti t'u sillte mbështetësve të vet një liri të madhe. Ai ofronte shumë premtime, filozofia e tij si një jetë me zotërim mbi strategjinë dhe kjo natyrisht nuk ishte diçka e lehtë. Oferta e tij e vërtet nuk është që vetëm nëpërmjet përpjekjeve ne mund të ecim para, por më tepër nëpërmjet shlirimit të plotë të mendjes nga grindjet e vogla apo të gjata të panevojshme. Ne gjithmonë do të hasim vështirësi
dhe në perspektivën tonë të zgjeruar, përballja e drejt për drejt nuk do të na bëjë të mbingarkohemi kur ne e kemi studiuar mirë kundërshtarin dhe veten tonë. Ne nuk do të jemi kurrë pa vështirësi në jetë. Dhe për këtë shkak nuk kemi nevojë të krijojmë një stereotip për veten tonë të bazuar mbi një luftë. Ne do të vazhdojmë të ekzistojmë në një shoqëri në të cilën forca brutale favorizohet nga shumë segmente të saj. Mirëpo ne nuk kemi nevojë të përfshihemi në çdo rast në një strategji të tillë për ta burgosur veten brenda konfliktit. Ne mund të ekzistojmë në një mjedis ku kushtet dhe strukturat e jashtme janë në ndryshim të vazhdueshëm. Prandaj, ne nuk kemi nevojë të presim që kushtet e jashtme të stabilizohen që ne të përjetojmë lirinë e përshtatshme. Kanë kaluar në fakt më shumë se 2500 vjet që nga koha e shkrimit të librit Arti i luftës nga Sun Tzuja, të vërtetat e mësuara prej tij vlen edhe sot. Ato vazhdojnë të asen si modele mendimi dhe që përpiqen të shmangin dramat e vazhdueshme të konflikteve të panevojshme. Megjithatë, sjellja themelore e universit do të vazhdojë të shpërblejë individët që dinë të përshtaten dhe të krijojnë strategji efektive në luftën dhe përpjekjet e tyre në çdo fushë. Sun Tzuja tha se generali më i fuqishëm është ai që nuk pësoi kur humbje. Por më i fuqishmi ishte ai që vërtetoi se siguria e forcës brutale nuk do të mposhte kur dëshirën e natyrshme të qenieve njerëzore për nivelin më të lartë dhe pa mundim të përsosmërisë. Dhe sipas Sun Tzus, kjo është premisa e vërtet e sfidës së përfshirë në filozofinë e tij dhe premtimi i vërtet i ofruar nga kjo filozofi. Në fakt, mësimet e Sun Tzus fillojnë me realitetin e tmerrshëm të konfliktit të jetës dhe vdekjes. Dhe përfundojnë me një vetëdije se çdo qenie njerëzore mund të gjejë brenda vetes potencialin ose fuqinë për të jetuar jetën e vet me guxim strategjik, me përshtatshmëri të pakufishme me ambientin, me një lidhje të thellë me rrjedhën e realitetit. Në një botë që përpiqet vazhdimisht të ndërtojë bariera të forta dhe më të forta dhe të krijojë betejë të ashpra e më të ashpra, filozofia e Sun Tzus ofron diçka me vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme superiore ndaj forcës tradicionale brutale. Liria nga nevoja për të luftuar për të gjetur fitoren tuaj, pra të jemi të lirë që për të fituar jo gjithmonë të luftojmë dhe të konfrontohemi qoftë fizikisht. Pra, liria për të mos luftuar kur është e nevojshme për të gjetur fitoren. Kështu, nëse jemi në gjendje të arrijmë lirinë për të arritur sukses pa konflikt, ne do të krijojmë territorin tonë të pamposhtur, sot Sun Tzuja. Me shpresën që trajtuam një filozof ushtarak shumë të rëndësishëm në histori, por jo vetëm ushtarak, ashtu siç e thash, ju uroj një natë të mirë dhe mirupafshim në emisionet e tjera të podcastit ton Okult. Dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit që ne t'ju ndjekim ju dhe jo ju të argjoni kohë nga koha juaj e vlefshme nëpërmjet një
notificationi. Natë në mirë.